إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنذرم الله عز وجل أتى لفدرويم أتيمي من njohës dhe ka I kërkojmë strehim dhe mbrojtje të na ruaj nga çdo e keqe, nga çdo dhimbje dhe vuajtje në dynja dhe në ahiret, dhe nga çdo devijim që na largon prej rrugës së Tij. Atë që Allahu subhanahu wa taala e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ai është I udhëzuari. Atë që Allahu azza wa jalla ka futur në mbrojtjen e Tij, ai është I mbrojtur, I ruajtur. Dhe askush nuk mund ta cënojë sigurinë e Tij. Por lum ai që e kërkoj mbrojtjen dhe strehimin tek Zoti xheleshanuhu ashtu si duhet. Dhe ndoqë rrugën e rregullt dhe të saktë për të kërkuar mbrojtjen dhe strehimin tek Zoti xheleshanuhu. Jemi duke folur për isti'adhen, pra kërkimin e mbrojtjes dhe strehimit tek Zoti xheleshanuhu, që të na ruaj nga çdo e keqe që na largon prej rrugës së Tij, na privon nga mëshira e Tij, na largon nga qëllimi përse na ka caktuar ose na ka krijuar Zoti I Madh. Pra, istiadja është një koncept shumë I gjerë o vëllezërit e mi. Sikurse e kemi kuptuar gjatë gjithë këtyre hutbeve, istiadja ka të bëjë me gjithë fenë e njeriut dhe me mënyrën se si e koncepton jetën. Nuk është thjesht një fjalë që thuhet "A'udhu billahi minash shaitanir rajim" para leximit të Kuranit ose në momente kur kemi nevojë. Istiadja është një sistem jete o vëllezërit e mi. Dhe ai që s'e ka kuptuar, besoj që edhe fe nuk e ka kuptuar. Folëm në hutben e shkuar dhe sotëm disa shembuj se si lutej profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptuam nga lutjet e tij se qëllimi I istiadhës në vetvete është ruajtja nga dhimbjet, vuajtjet e shpirtit, të trupit dhe të njeriut pra në vetveten e tij, dhe ruajtja nga çdo shkak që çon në këtë vuajtje. Dhe kuptuam këtë nga lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam, që synonin që njeriu të ruaj veten nga dhimbjet e shpirtit, nga pasiguria, nga frika, nga ankthi, nga dëshpërimi, edhe përmendëm shembull nga lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, ai lutej edhe nga sebepet që I shkaktojnë këto gjëra. Gjë që tregon që njeriu në jetën e tij të jetë I kujdesshëm, të kuptojë çfarë dëmton atë, çfarë I sjell dëshpërim në shpirt, I sjell vuajtje, cilat janë ato shkaqe dhe rrugë që ai me urtësinë që I jap Zoti subhanahu wa taala të arrijë që të mos goditet prej tyre. Edhe lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam këtu synonin. Pra që ta ruaj njeriu pikërisht nga këto ndikime dhe dëshpërime të shpirtit. Sot do ta shikojmë të keqen e parë nga një kënd vështrim ndryshe, siç e kanë shtjelluar dietarë si Ibnul Qayyim Allahu mëshirov dhe të tjerë. Ibnul Qayyim thotë e keqja nga e cila njeriu kërkon të mbrohet mund të jetë dy llojeve thotë. E keqja ekzistuese që tashmë ti e ke atë të keqe, të ka kapur ajo bela, ka kapur ajo dhimbje që po vuan ose je në atë sebeb, në atë vepër, e cila e shkakton dhimbje dhe të largon nga Zoti xheleshanu. Pra është e keqja ekzistuese që tashmë është dhe ti je brenda saj, ose një e keqe që ende nuk ekziston, po ti ke frikë se mos të godas. Dhe në fakt nuk del asgjë nga këto dy për kufizime. Ose je brenda një të keqeje dhe ti dëshiron të çlirohesh prej saj, ose është një keqe që ti vuan shpirtërisht se ke frikë se të godet dhe di dëmtimin e saj. E keqe nga një sëmundje, e keqe nga humbja e pasurisë, e keqe nga humbja e një të dashuri, e keqja edhe e vdekjes tënde. Pra ke frikë nga shumë çështje që ke frikë se do të godasin më pas. Pra kjo është një klasifikim që ka dhënë Imam Ibnul Qayyim. Gjithashtu thotë, edhe e mira për të cilën njeriu lutet është dhe ndahet në dy lloje. E mira ekzistuese, pra që ti e ke atë, edhe ndoshta edhe nuk e ndjen sepse e ke dhe e mësuar çdo ditë me të cilën ti ke frikë se të largohet, pra e ke këtë të mirë dhe ke frikë se të ikë nga duart, ose një e mirë që ende nuk e ke dhe ti e lut Allahun subhanahu wa taala që të ta jap. Lutjet e krijesave nuk dalin jashtë këtyre qëllimeve. Pra njeriu në fakt, çdo njeri që është I vetëdijshëm, është I mençur, e lut Allahun subhanahu wa taala që të këqijat që e kanë goditur t'i largohen. Të këqijat që ai ka frikë për të ardhmen, të mos e godasin.
në veten e tij, pasurinë e tij, në familjen e tij, pra nuk flitet vetëm për veten. Dhe të mirat që i ka, t'i ruaj Zoti subhanahu wa taala. Dhe të mirat që nuk i ka dhe i synon, i dëshiron, Zoti t'ia jap. Kjo është jeta e kësaj dhunjaje. Edhe në jetën e kësaj dhunjaje njeriu i synon këto. Por muslimani është pak më i gjerë. Jo pak, por shumë i gjerë, sepse ajo që synon ai nuk është vetëm dhunjaja. Pra largimi të këqijave të dhunjas dhe marrja të mirave të dhunjas. Por është dhe ahireti, ajo është më kryesorja. Pra në fakt, istiadhja është në thelb të këtyre lutjeve. Kërkimi i mbrojtjes tek Zoti është thelbi i kësaj që folim. Pra ne kërkojmë të na largojnë të këqijat, o Zot më ruaj nga kjo e keqe, ose më shpëton nga kjo e keqe që më ka zënë. O Zot më ruaj që kjo e keqe që kam frikë të mos më godas. O Zot më ruaj këtë të mirë që e kam, mos më ik nga duart. Edhe kjo në fakt i ruash e kërkon mbrojtje Allahut subhanahu wa taala. Edhe në fakt ke të drejtë të ruash, sepse të mirat i ikin nga duart për shkak të gjunafeve. Për shkak të një zullumi që mund të bësh, për shkak të mosbindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak të mosmirnjohjes që ke për mirësinë që të ka dhënë Allahu xhaleshanu. Pra në fakt istiadhja është në thelb të lutjeve të muslimanit, edhe pse ndoshta nuk e ndjen. Dhe ai nuk e koncepton ndoshta kaq thellë siç e bëjnë dietarët që flasin. Pra vëllezër, themi istiadhja është shumë e gjerë. Këto janë dy aspekte të rëndësishme. Le të kthehemi tani te disa lutje që na vinë në librin e Allahut subhanahu wa taala ose në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që na tregojnë pikërisht këto aspekte, të kapur kaq holl nga dietarët e ummetit. Lutjet e përmbledhura në Kur'an shumë në surën Ali Imran. Qëndrojmë tek një grup lutjesh në surën Ali Imran dhe pikërisht në fundin e saj. Dëgjoni këtë lutje vëllezër të mi dhe të meditojmë tani për ato që folëm pak më sipër. Thot në këtë lutje na tregon Allahu subhanahu wa taala lutjen e besimtarëve të mirë. Rabbana innana sami'na munadiyan an yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. O Zot, Zoti ynë dëgjuam një thirrës që ftonte për besim, që të besoni në Zotin tuaj. Fa amanna, dhe ne besuam. Dëgjoj tani me kujdes lutjen. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. O Zot, na i fal gjunafet tona dhe na i mbulo të metat tona. Na i fal gjunafet dhe na i mbulo të metat. Kjo është një lutje për largimin e një të keqe ekzistuese. Gjunafet që ke bërë kanë kaluar, edhe të këqija dhe lëshimet në punët e tua, mos kujto se janë pa gjurmë. Pra është një keqe ekzistuese. Nëse nuk çlirohesh prej tyre, dije se sherri do të ndjek nga pas. Prandaj, këta besimtarë të mirë, pasi dëshmuan besimin në Allahun subhanahu wa taala, çfarë thanë? O Zot, na e fal gjunafet tona. Këto të këqija që i kemi, mos i bëj sebeb o Zot në largosh nga sinori jot. Në largosh nga rruga jote. Mos i bëj sebeb o Zot të këqija. Edhe se i atina, pra ato mangësi që kemi në punën tona, mos i bëj sebeb o Zot të na largosh nga prania jote. Pra kjo është një keqe ekzistuese. Më fal. Një njeri i cili që as nuk i mendon fare gjunafet e tij, as nuk mediton atë që ka bërë gjuna. Dhe gjunafet dy mënyra shfaqen. Ose lënia e vajxhibeve të Zotit, detyrive që ke ndaj Zotit subhanahu wa taala, ose kryerja e harame. Nëse njeriu është xahil, as se ka haberin fare, as nuk mendon fare për këto detyrime që ka ndaj Allahut dhe bën këto gjunafe, a mendon se ai do të kërkojë Zotit që ta ruaj prej tyre? Që istiadhja e tij të jetë në rregull, thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, vallahi me gojë thot. Po me zemër nuk e thot. Dhe as e ka kuptuar fare se çfarë po flet. Pra, çfarë lutje është kjo? Më ruaj nga kjo e keqe ekzistuese o Zot. Largoje prej me dhe mos i bëj shkak që të më godasin dhimbje dhe dëshpërim. Dëshim gjunafet, domethënë wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Çdo fatkeqësi që u godet për shkak të asaj që fituat me duart tuaja, thot Allahu subhanahu wa taala. Ai që nuk e mendon dhe nuk mediton në këtë, vallahi nuk e ka menduar që të futet në sinorin e mbrojtjes së Zotit. Nuk e ka menduar seriozisht. Ai thjesht thot një fjalë, po vazhdon rutinën e jetës. Së dyti, vazhdon lutja më poshtë. Wa tawaffana ma'al abrar. Pra, dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Pra na bëj që të vdesim si besimtar punë mirë. Kjo është një lutje për ruajtjen e të mirës ekzistuese. Pra ti kërkon tek Zoti që të mos të largojë këtë të mirë që të ka dhënë. Është imani. Pra të vazhdoj imani deri në vdekje. Domethënë na bëj të vdesim si besimtar të mirë. Edhe kjo është lutja, është pjesa e dytë. Pra që një e mirë domethënë ekzistuese që e ke, të mos të largohet deri në vdekje. Ti ta mbyllësh jetën me të si besimtar.
Si thot Allahu, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Mos vdisni vetë duke qenë musliman. Edhe kjo është një lutje shumë e mençur. Kjo tregon që nëse njeriu ka frikë se mos i ikën kjo e mirë nga duart, se do që ta kesh deri në vdekje, atëherë padyshim që do marr gjitha masat që imani i tij të mos cënohet deri në vdekje. Do thotë, do të jetë i vazhduar. Pjesë e istiadhes, e kërkimit të mbrojtjes tek Allahu xhaleshanu, çfarë është? Bëja yzmetin imanit. Mos cëno imanin duke lënë punë të mira, ato që cënojnë imanin. Çfarë cënon imanin? Nga shirku, nga kufri, hipokrizia, gjunafet, largimi nga rruga e Zotit subhanahu wa taala, përzira me njerëz të këqij që të largojnë nga xhadeja dhe rruga e hajrit, të fusin në rrugë të keqe. Ti do kujdesur për imanin sepse ndryshe nuk vdes si besimtar pastaj. Pra pjesa e istiadhes që kërka çfarë? Kujdesi për imanin. Që e mira të mos të ikë nga duart. Edhe kjo është pjesë e kërkimit të mbrojtjes së Zotit. Vijon lutjet në këto ajete të surës Ali Imran. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. O Zot, na jep atë që na ke premtuar nëpërmjet të dërguarve të tu. Kjo është një lutje për një të mirë që ende nuk ekziston. Se ti ende se ke provuar atë që ka premtuar Allahu prej nëpërmjet profetëve, xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, për jetësinë të se ke provuar dhe kjo është e mirë që ti e dëshiron atë. Kjo është pjesa tjetër e atyre që folën pak më sipër. Në këtë jetë shfaqet në këtë lutje. Pra na jep atë që na ke premtuar përmes profetëve. Çfarë ka premtuar përmes profetëve Zoti xhaleshanu? Ka premtuar xhenetin e përjetësisë, llogari të lehtë, udhëtim të lehtë, bashkim me të mirët, që në momentin e vdekjes do të jetë dita më e bukur e jetës tënde. Momenti që largohesh nga dynjaja, është dita që i jep fund sprovave dhe fitneve. Është dita e kënaqësisë, tuhfatul mu'min, dhurata dhe buqeta për besimtarin. Pra ti kërkon një të mirë që ende nuk ekziston, ja kërkon Allahut më jep atë të mirë. Pse se ti e ke dert. Kjo tregon që e ke dert në shpirtin tënd, që të ta jap Allahu këtë përjetësi në xhenet. Po mirë vëllezërit e mi, kush e ka dert të punë, që të kërkoj xhenetin Allahu dhe të ketë merak që o Zot më jep atë që më ke premtuar. Mund ta ketë të dert ai që as përpiqet fare për ahiretin. As je mendon fare ahiretin, mendon vetëm për jetën e kësaj dynjaje. Frika e vetme atij është mos i ikë dynjaja nga duart. Nuk është se ka merak tjetër domethënë për ahiretin. Këtë merak e ka vetëm ai që jeton për ahiretin. Ai që vërtet e ka dert në shpirt që o Zoti më thande është jeta e përjetshme. Jeta e këtueshme është e shkurtër, mbaron shpejt. Dhe mbyllet. Ai që mediton shpesh në veten e tij, në fakt ky është duke e plotësuar procesin e istiadhes, ose atë istiadhen në formën më të lartë të saj, pra kërkimin e mbrojtjes dhe ruajtjes të zemrës së tij nga Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezërit e mi, kjo është një e mirë që ende s'ka ardhur dhe pritet të vijë, prandaj ti po lutesh. Dhe më pas, wala tukhzina yawm al-qiyamah. Dhe mos na turpëro në ditën e Kiametit. Vërtet ti nuk e shkel premtimin. Kjo është lutje për të mos u prekur nga një e keqe që ende nuk ekziston. Pra e keqja që ende nuk ekziston, që është dëshpërimi ditën e gjykimit, llogaria e vështirë, vuajtjet e atyre që nuk janë besimtarë atë ditë. Pra na ruaj nga kjo e keqja që ende s'ka ndodhur dhe ne kemi frikë se do të ndodhë. Edhe kjo është pjesë e madhe e lutjeve të besimtarëve, vëllezërit e mi. Ja kështu mëson Allahu besimtar subhanahu wa taala si të luten në Kur'anin e tij. Këto janë lutjet e besimtarëve. Prandaj Allahu në fund të këtyre ajeteve, fastajaba lahum rabbuhum. Ju përgjigj Allahu subhanahu wa taala lutjes së tyre. Lut Allahu na bëj nga ata që meditojnë në këto të mira që i synojmë në dynjë dhe në ahiret. Në ato të mira që i kemi dhe që Zoti kërkojmë të na i ruaj. Dhe në ato që si kemi dhe Zotin e kërkojmë që të na jap. Edhe anasjellsat për të këqijat, pra ato që kemi të na i falë dhe të na largojë Zoti, dhe ato që si kemi dhe kemi frikë, Zoti i Madh subhanahu wa taala të na largojë dhe të na ruaj. Një tjetër shembull, vëllezërit e mi, vjen në fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, në atë që quhet khutbatul haja. Pra hutbja e nevojës. Gjithmonë kur kishte një çështje të rëndësishme, profeti sallallahu alaihi wasallam e hapte pikërisht me këto fjalë. Dëgjoni një pjesë të kësaj lutjeje, e cila ka lidhje me temën që po flasim. Pjesë e kësaj ishte A'udhu billahi min shururi anfusina. A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Pa kërkojmë mbrojtje tek Allahu të na ruaj nga shururi anfusina, të këqijat e shpirtrave tanë. Wa sayyiati a'malina, dhe të këqijat e punëve tona.
Çfarë janë këto lutje që përmenden në këtë fjalë profetit sallallahu alaihi wasallam? E para, mbrojtje nga të këqijat që fshihen brenda shpirtit ton, të cilat ende nuk janë shfaqur. Pra nga një keqje që nuk është shfaqur dhe ti ke frikë se mos shfaqet. Brenda njeriu mund të ketë prirje të këqija. Njeriu mund të ketë brenda vetes gjëra të cilat mund ta çojnë në sherr. Dhe në fakt, e keqja e nefsit ton ndoshta është armiku më i afërt që kemi, subhanallahu, vetja jon. Nëse nuk kujdesemi për veten, nuk kujdesesh për nefsin tënd, ta edukosh dhe ta nënshtrosh atë përmes adhurimeve, mënyrës që ka caktuar Zoti xheleshanu, e këtë vështirë ti shpëtosh tekave të vetes. Tekat e saj mund të të çojnë në vdekje, mund të të çojnë në humbje të gjithçkaje. Ja ky nefsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Domethënë nefsi urdhëron për të këqija. Dhe asnjëherë, o ma uberri'u nafsi, nuk e shfaqsoj veten time, si thonë në surën Yusuf. Pa nuk e shfaqsoj veten time, sepse shpirti urdhëron për të këqija dhe mund të jetë i pa imagjinueshëm. Prandaj ruajtja nga sherri i vetes tënde është shumë e rëndësishme. Çdo thot vetëm të themi Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi, mund ta thuash se kjo është pjesë e lutjeve. Min sharri nafsi wa min sharri shejtani wa shirkihi. Është lutje e profetit. O Zot, më ruaj nga sherri i nefsit tim, nga sherri i shejtanit dhe nga kurthet e tij. Por më e rëndësishme është ta ruash shpirtin përmes mënyrës që ka dashur Zoti. Dhe ruajtja e shpirtit është kujdesi për të dhe edukimi i tij. Nënshtrimi i nefsit. Nuk edukohet nefsi pa e nënshtruar dhe pa e përulur atë. Në atë që do Zoti xheleshanu. Edhe një herë përsëris në dy drejtime. Urdhëresat që ka dhënë Allahu nënshtrohet i bëj, harame dhe ndalesat largohu prej tyre. Dhe bëj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe prit elhamdulillah pastaj mirësinë e Allahut xheleshanu ndaj teje. Do të jap Allahu xheleshanu mirësinë që kërkon dhe do të ruaj nga çdo e keqe. Edhe nga vetja jote do të ruaj. Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe tha, duke përshkruar shpëtimin që i ofroi të dashurit të tij Jusufit alayhis salam. Për ai ishte prej robëve tan mukhlasin, për të sinqertëve. Ata u përpoqën ta ruanin shpirtin, ta edukonin veten e tyre, prandaj dhe Zoti i ndihmoi. E largoi prej tyre esu të keqen. Pse? Sepse e keqja nuk e fuqi ta largosh ti. Nëse nuk e largon të keqen prej meje, tha Jusufi alayhis salam. Nëse in lam tasrif anni kaydahun, pra kurthin e femrave dhe grave, asbu ilayhin, do të anoj tek ato. Wa akum min al-jahilin, do të jem prej ignorantëve. E mbrojti Zoti subhanahu wa taala. Pse e mbrojti? Se ai ishte përgatitur nefsi i tij. Ishte i zgjedhur i Allahut, padyshim ishte profet, por edhe robët e tjerë ndihmuan Allahu subhanahu wa taala përmes përgatitjes, para përgatitjes për sprovën, pra shpirti përgatitet përpara përmes adhurimeve. Edhe dështimi i njeriut ka lidhje me gjunafe që kanë kaluar dhe shpirti është i paaft. Prandaj dhe në një luftë për luftrave, siç thuhet në surën Ali Imran. Ata të cilët tawallu yawma al-taqa al-jam'ani inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu. Ata që kthyen shpinën në përballjen mes dy grupeve në kohën e profetit, mendo. Ata ishin nga më të zgjedhur dhe i fali Zoti ata. Padyshim se kështu thot në Kur'an. Por çfarë na tha për ta? Inma istazallahum ash-shaytanu, i tronditi këmbët e tyre shejtani. Për çfarë? Bi ba'd ma kasabu. Për një pjesë të atyre që ata i bën me duart e tyre, gjunafe të kaluara që kishin kaluar, ata u bën sebeb që të zil, istazalla, pra të tronditet këmba e tyre, dhe të biesh në sprovë. Je i pafuqishëm ta përballosh vëllai. Nëse nuk e përgatit shpirtin. Pra, na'udhu billahi min shururi anfusina. Ose kërkojmë mbrojtje nga sherri i shpirtrave tan. Mbrojtja kërkohet gjatë gjithë jetës me mënyrën si jeton. Mënyrën si edukon shpirtin tënd. Ndryshe nuk e përballon dot. Dhe pastaj, pra, kjo lutja e parë, a'udhu billahi min shururi anfusina, mbrojtje nga këqijat që fshihen brenda shpirtit të njeriu, që ende nuk janë shfaqur, mbrojtje nga pasojat e punëve të këqija të kryera që mund të sjellin dënim dhe vuajtje. O min sayyiati a'malina. Pra kjo është mbrojtje nga rezultatet që sjellin punën të këqija. Sayyiati a'malina, të këqijat që sjellin punët tona të këqija. Padyshim gjunafe sjellin gjurmë në jetën e njeriu. Mund t'ja ndjej njeriu gjunafit që ka bërë para shumë viteve, mund t'ja ndjej gjurmën e tij edhe pas shumë kohësh. Siç vjen nga shumë dietar të vjetër, që e ndjenin domethënë shihen ose rezultatin e gjunahut edhe pas një kohe të gjatë. Prandaj është me vend që njeriu gjithmonë të kërkojë falje, të shtojë istighfarin dhe të
vërej dhe analizoj veten ku kanë qenë punë, çfarë ka bërë nga gabimet, i kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala. Nëse ka prishur diçka ta rregulloj, se ndryshe s'ka kohë tjetër kur ta rregulloj. Dhe do përballet me sherrin, me dhimbjen që do sillen këto gjunafe. Pra pjesa e istiadhës janë dhe këto lutje që i bën njeriu vëllezërit e mi. Elos Allahun azza wa jall na ruaj nga çdo e keqe që na ka kapluar dhe të na largoj atë. Elos Allahun subhanahu wa taala të këqijat që i kemi frikë dhe i druhemi për veten tonë, të dashurit tanë, për jetën tonë në dunja dhe në ahiret, të na largoj Zoti i Madh subhanahu wa taala. Të na ndihmoj që të përgatitemi për to. Elos Allahun të mirat që i kemi të na bëjmë mirënjohës për to. Që të mos largohen asnjëherë. Dhe lut Allahun e madhëruar që ato të mira që i synojmë në dunja dhe në ahiret të na i plotësoj me bujarinë e tij subhanahu azza wa jall. Dhe të na bëj të denj për të marrë ato si dhurat dhe bujari prej tij. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si që është përmendur me herët e vëllezërit e mi, e keqja mund të vijë nga dy burime kryesore. Ose nga vetvetja e njeriu, pra nga brenda tij që janë gjunafet, pakujdesitë e tij, lëshimet. Dhe mund të vijë dhe nga jashtë, përmes faktorëve të jashtëm që nuk janë në dorën e tij, mund të jenë dhe sprovë. Dhe tham që ata mund të jenë të përgjegjshëm ligjërisht, mund të vinë nga njerëzit dhe nga gjindet, ose të papërgjegjshëm ligjërisht mund të jenë kafshët apo gjithçka tjetër që ka bërë kader Zoti që e sprovon robin. Pra, këto mund të vinë njeriu dhe ta sprovojnë dhe ta godasin. Kjo e keqe mund ta prek individin në dy mënyra vëllezërit e mi. E keqja që bën njeriu ose mund të dëmtojë vetveten e tij. Pra, e keqja që ke vepruar të dëmton ty personalisht. Ose e keqja, dhe kjo është më e thellë akoma, kjo e keqja të godas ty, por të godas dhe të tjerët që janë rreth rrotull teje. Pra ti të bësh sebeb që e keqja nuk godet vetëm ty në veten tënde, por bësh sebeb të godas dhe të tjerët. Dhe kjo është e dhimbshme. Pra duhet edhe këto janë dy aspekte që janë cekur në hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe në lutjet që bën ai. Për treguar rëndësinë e madhe që duhet ketë njeriu që të mos dëmtoj me të keqen e tij të tjerët. Se kjo është e keqja më e madhe akoma, mbi respekto do bash përgjegjësi më të madhe. Se nëse dëmtove veten tënde dhe në fakt ai që dëmton vetveten e tij dhe në fakt gjunafet i bën fshehur azi, mes tij dhe Zotit subhanahu wa taala. Nuk i shfaq haptazi gjunafet e tij, ka shpresë për këtë ditë në gjykimit që të falen. Pse? Sepse kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Gjithë ummeti im është i falur, përveç atyre që i shfaqin haptazi gjunafet e tyre. Kurse nëse i bën haptazi dhe të bësh sebeb dhe për të tjerët, atëherë kjo është e rrezikshme. Se do dëmtosh jo vetëm veten tënde, por edhe të tjerët. Do të marrin për shembull, do të bësh shembull për ta. Njerëzit do shikojnë që edhe nëse bën gjunafe, ja edhe ti bën gjunafe, dhe ai bën gjunafe, dhe përhapet e keqja ligësia, dhe bësh pjesë e atyre që përhapin të keqen. Dhe këta Allahu na ruaj. Janë për muxhahirinëve. Zoti na ruaj, nuk shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Vetëm me pendim të sinqert para vdekjes. Dhe e pranon Zoti pendimin e të sinqertit. Çfarë thot profeti sallallahu alaihi wasallam për ta mbyllur këtë hutbë me këtë dua? Thot: Allahumma fatira as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Pra, o Allah, ti je krijuesi i qiellit dhe i tokës. I dituri, i gjithë ditur për të fshehtën dhe të dukshmen. Zoti i gjithë shkaje dhe sunduesi i saj. Kërkoj mbrojtje tek ti min sharri nafsi, nga keqja e vetes time. Wa min sharri shaytani wa shirki. Dhe nga e keqja e shejtanit dhe kurthet e tij. Wa an aqtarif ala nafsi, dhe që të mos dëmtoj vetveten, atë lutem Zot mos dëmtoj vetveten time, apo të shkaktoj të keqe ose dëm ndonjë muslimani. Të shkaktoj dëm dikujt tjetër. Pra ruhesh nga keqja e vetes tënde, dëmtosh veten dhe as të dëmtoj një musliman ose muslimane. Edhe kjo është lutje, pjesë e lutjes profetit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe mendo çfarë lutje, çfarë hyrje, lutje me emrat e Allahut subhanahu wa taala, me pushtetin e tij, sa ai ka të gjitha në dorë, ai rregullon shpirtin tënd, ai të bën sebe për hajër. Dhe Allahu na ruaj, nëse të le dhe të braktis, bëj sebe për sherr. Dhe dëmton veten dhe të tjerët. Pra lutje shumë e rëndësishme. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, se ndonjëherë njeriu mund të dëmtojë veten e tij. Por vallahi, nëse dëmton tjetrin, është shumë e keq. Madje kjo është vrasëse. E ke futur veten aty ku s'duhet. Pra kujdes njeriu edhe në këtë aspekt. Të ruaj veten nga ato që dëmtojnë të tjerët. Në këtë lutje profeti sallallahu alaihi wasallam përmend dy burime kryesore të keqes. E keqja e vetes, sherri i nefsit, që buron nga brenda, përmes gjunafeve, prirjeve negative, mos përgatitjes së tij me adhurime ndaj Allahut xhaleshanu. Dhe e dyta është e keqja e shejtanit dhe kurthet e tij, që vijnë nga jashtë, duke e shtyr njeriu ndër gjunafeve apo padrejtësive. Padyshim që shejtani ka sukses me shpirtin e papërgatitur, me atë që ende se ka forcën ta përballojë. Pra që të dyja kthehen prapë tek vetja jote dhe lidhja që ke me Allahun subhanahu wa taala. Nëse kërkon mbrojtje, të ruaj Zoti, gjithmonë zgjidhja është e njëjta. Ktheu tek Allahu xhaleshanu. Përmbaju urdhëresave të tij, me adhurime, me dhikr, me lexim Kurani, me punë të hajrit, me bamirësi, largim nga zullumi, gjithmonë i kujdesshëm në këtë drejtim. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na përmendi se e keqja mund godas vet njeriu, duke shkaktuar dëm për vetveten e tij përmes veprimeve të gabuara, por mund godet edhe të tjerët, duke bërë shkak për dëm ndaj të afërmve, shokëve apo edhe bashkësisë ku jeton. Allahu musta'an. Mund të bësh shkak që të vuajë populli yt dhe gjithë vendi ku ti jeton për shkak të gjunafeve të tua. Pra nuk duhet bëhet njeriu pjesë e gjunafeve, por pjesë e hajrit e mirësive. Pra lutja është thirrje e sinqertë për mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala, që njeriu të ruhet nga vetja e tij, nga shejtani i mallkuar, mos jetë dëm për veten e tij dhe dëm për të tjerët. Pra dhe kjo është pjesë e istiadhes, vëllezërit e mi. Pra profeti i ruaj dhe kërkonte mbrojtje tek Zoti xhaleshanu, që të mos i kishte këto lloj dëmtimesh të vetvetes dhe të tjerëve. Mendoni, profeti sallallahu alajhi wasallam kurse si nuk mund të jetë dëmtues i tjerëve, as i vetes së tij. Por mendo, kur ai lutej, atëre çmendon se do të bëjmë ne të tjerët në lidhje me këtë çështje. Pra njeriu të jetë i kujdesshëm të meditojë në këto aspekte, elusi Allahun azza wa jall të na ruaj. Subhanahu wa taala. Të mos dëmtojmë veten tonë, dhe as të mos bëhemi dëm për të tjerët, për familjen tonë, për të dashurit tanë, për fëmijët tanë. Pse të bëhemi, domethënë, pjesë e zullumit dhe dëmit që mund të sillim atyre. Allahu musta'an. Elusi Allah na bëj shembull në gjitha drejtimet, së fundi çoni salavat e profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Siç urdhëron Allahu azza wa jall dhe thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.